Etër të nderuar, psalë të hirshëm, vëllezër dhe motra më Krishti, të pantundur në shpresë. Apostulli i sotëm është marrë nga letra drejtuar hebrejve, në na sjell në kujtesë të gjithë të drejtët e dhjatës së vjetër. Për ne sot këtu, pritja nuk zgjat shumë, vetëm pak ditësh. Edhe Manueli lind dhe vjen të mbush zemrat tona me gëzim dhe me dritë. Por, për të drejtët e kohës së moqme, ajo që e gjatë dhe jo pa peripeci, lodhje, sfida, madje shpeshherë sfilitse. Por në çdo personalitet të tyre shfaqet qartazi, optimizmi, fuqia dhe heroizmi. Tek lexon dhjatën e vjetër, nuk e si të mos përjetosh një ndjenjë të fortë shtytëse, ti ngjasohesh sadopak, sa një kokër zërëre. Nga buronte gjithë kjo bindje e fortë se atë që u ishte premtuar edhe do ta merrnin. Kultivoni çdo ditë brenda vetes së tyre, se Perëndia është i vërtetë dhe fjalët e tij janë të mbushura me hir, aq sa të mundurat për ata ja ishin të realizueshme. Pa dyshim që brenda tyre bëhej një betejë, por luftën shpirtërore e morën si të vetme në pistë, ku ja vlente të rendje, nuk që e letë në atë kohë, në Izrael një vend i premtuar nga shumë i larti, por jo pa rreziqe, për jetën e përditshme, për fëmijët, familjet, të moshuarit dhe mbi të gjitha nga ana shpirtërore. Kudo mbi zotëronte paganizëm, idhujtari, që për ta ishte një sfidë që duhej ka përcyer dhe besimi te Perëndia të ruaj pastër. Njeriu i sotëm padyshim ka mure për të kapërcyer, një kohë tjetër, një realitet tjetër, një stadium i ri, një det, një oqean plot me ndallë që duhet përshkruar domosdo. Por çdo personazh që kujtojmë sot ka diçka për të na mësuar. Abrahami i huaj mbi dhe lëvizte nga një vend në një vend tjetër. Diku mungonte ujë, diku e likte vapa, diku ndjente frikën nga shpata dhe thika, diku i rrezikoi jeta bashkëshortore. Në një moment u vu në provën e zjarrit, në lidhje me djalin e tij, ta sakrifikonte. Në thelb, të njëjtat frikra dhe shqetësime i ka edhe njeriu i sotëm i kohës moderne. Nga larg ai vështronte tokën e premtuar, e ndjente sigurinë se do t'i jepej, dhe atje do të mbinte llastari, që do të rritej si një pemë e madhe, nga ku do të shqeheshin të gjitha kombet dhe do të bekoheshin përjetësisht. Jo më pak një tjetër i shenjtë, Danieli, që nga mosha e re i qëndronte besnik besimit të Perëndisë, i guximshëm, duke refuzuar adhurimin e statujes, i gatshëm për të shkuar mes përmes zjarrit, duke qenë i bindur se Emanueli do të freskonte dhe vllazëdiste stadiumin përvolues. Të gjithë sot kërkojnë një ikon model, një jetë që t'i frymëzojë, t'i përshtatet shijeve të tyre, të ecë me ta, të flasë me ta. Një këngëtar, një sportist, një protestues, një shkrimtar, një inovator, një zë që kudo ka ndikim të fortë, por zgjasin pak fatkeqësisht. Përse ka qetet madhe, kërkim, lodhje, nuk ndal njeriu i sotëm, vrapon si biri i errës. Por sot letra e mrenjve e paraqit qartë, ja heronjtë të dhjatës së vjetër, u endën maleve, luftuan në lutje, në agjerim, betejë pafund, sëmbra e tyre digjej, përvëlohej, rrihte me mingarkesë, donte të shijon dhe ardhjen e Emanuelit, e pan nga larg, galdoi zemra e tyre, qanë, ju bindën, se asgjë nga mundimi i tyre nuk shkoi kot. Koha që po kalojmë është periudha e Kreshmës, dhe pikërisht tani është betejë jonë, në metrat e fundit, jo pak i lodhshme, por që ja vlen të kryhet. Bashkë pësojmë, sadopak edhe ne me të drejtët e dhjatës së vjetër. Një ditë jemi Abraham, një ditë jemi Samson, një ditë jemi Barak, një ditë jemi Samuel, një ditë jemi Elia, një ditë Debora, një ditë Josia, një ditë Mojsi.
një qast i lodhur, një qast i uritur, një qast në shkretetir, një qast në gojën e luanëve, një qast në furrën e Babilonisë. Po çdo ditë me bes, çdo ditë me guxim, çdo ditë me dëshirë të mirë për të bërë diçka për njeriu që është në nevojë. Çdo ditë për të vënë një gur në fortesën e besimit. Falë këtyre shembujve, kemi akoma në horizont hyje që ndriçojnë. Ata flasin ashtu thjesht, me çka bën për ikonën e Perëndis, çka vëtohemi edhe ne të bëjmë. Sytë tanë dhe të tyre kryqësohen. Ngrihen lart, ndjekin yllin e magëve, korin e ëngjëve, tek bari, rrugën për në Betlehem dhe përqendrohen tek Rashti. Ku qëndroni bështjell dhe shpërngënj, foshnja Jesu, fjala e mëshiruar e Perëndis, biri i përjetshëm i Atit, që ngrohet nga frymët e botës shtazore, por që me frymën e dashurisë së tij vjen të na shkrijë akujt e zemrave tona dhe të na thotë: ja, çlirimtari, shpëtimtari vetëm i botës, ai që ishte, që është dhe do të jetë përjetësisht juaj. Amin.